Futja në treg e kompanive ajrore low cost duke rritur konkurrencën dhe ulur ndjeshëm çmimin e biletave ka sjellë një numër të shtuar të qytetarëve dhe turistëve që zgjedhin të udhëtojnë përmes ajrit. Tashmë për të udhëtuar me avion në destinacione të ndryshme, biletat nisin nga 10 euro. Sipas shifrave të Instat, gjatë vitit 2024, numri i pasagjerëve që kanë udhëtuar në rrugë ajrore ka arritur në 10.708.000 pasagjerë. Kjo rritje është reflektuar edhe në të ardhurat që vjel buxheti i shtetit mbi tarifën e shërbimit për kalimin e kufirit në avion. Të dhënat e detajuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se për gjatë vitit 2024, nga kjo tarifë janë narkëtuar rreth 5 milion euro, me një rritje prej 40.4% në raport me një vit më parë, ku të ardhurat regjistroheshin në rreth 3.6 milion euro. Por çfarë është tarifa e avionit dhe si paguhet ajo? Në vitin 2014, Ministria e Financave vendosi një tarifë prej 10 euro për kalimin e kufirit me avion, e cila u reflektua drejt për së drejti në xhepat e qytetarëve për shkak se solli një rritje të menjëhershme të biletave. Ndërsa në prill të vitit 2022, qeveria vendosi të ulë nga 10 euro në 1 euro tarifën e kalimit me avion të kufirit të Republikës së Shqipërisë, e njohur gjerësisht si taksa e fluturimeve. Vendim ky që u reflektua drejt për së drejti në rënien e çmimit të biletave për qytetarët. Çdo shoqëri ajrore në momentin e shitjes së biletave duhet t'i shtojë vlerës së saj dhe të pasqyrojë në të këtë tarifë. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, TIA, është subjekti përgjegjës për mbledhjen e kësaj tarife dhe më pas transferimin e saj në llogarinë e Drejtorisë Rajonale Tatimore.